Horoskopi e diel 22 shkurt. Tashi, lërini idetë tuaja të forta më njanë sot dhe jini të hapur ndaj njerëzve përreth jush. Nëse kapeni shumë pas vetëm një mënyre të menduarit, atëherë ka të ngjarë të humbisni një pikë shumë të vlefshme. Lëreni më njanë idenë e paragjykuar se rruga juaj është e vetmja rrugë. Demi, nuk jeni në humorin më të mirë sot dhe kjo ka të ngjarë të bëjë më pak të sigurt në punë. Ki kujdes, sepse këtu ka rrezik të kesh shumë besim te të tjerët, të bën të ndjeshëm ndaj ideve të gabuara. Në fund të fundit, besoj vetëm vetes. Binjakët, idetë të tjerëve mund t'ju duken krejtësisht të huaja sot. Reagimi juaj i parë do të jetë t'i shpërfillni ato plotësisht. Mos u nxitoni ta bëni këtë. Mund të mësoni shumë nga mençuria e të tjerëve. Tani për tani duhet të dëgjoni me vëmendje. Gaforia. Ke një informacion të rëndësishëm që duhet ta kalosh nëpër sistem sot. Fatkeqësisht megjithatë, një forcë po të bllokon rrugën. Duket sikur dikush po të kundërshton automatikisht të gjitha idetë e reja. Mos e humb shpresën në këtë kohë. Luani. Komunikimi do të jetë i ngatruar sot dhe do të zbuloni se sa më shumë informacion të merrni nga të tjerët, aq më të hutuar do të bëheni. Përpjekja për të zgjidhur të gjitha pjesët që mungojnë do të jetë jashtëzakonisht sfiduese. Mos merrni asnjë vendim të rëndësishëm sot. Virgjëresha, kali për të cilin po vë bast, po bie përsëri në tufë sot. Por kjo nuk është arsye për të humbur gjithë besimin. Pyet çfarë mund të bësh për të ndihmuar në vend që të rish duar kryq dhe të mos bësh asgjë. Sot do të zbulosh se ndihma ndaj të tjerëve në të vërtetë do të ndihmojë ty. Peshorja. Puna e palodhur nuk është specialiteti juaj, por sot do të zbuloni se është një domosdoshmëri. Ju pëlqen imazhi juaj një personi vazhdimisht të gëzuar që mund të luajë gjithë ditën dhe prap të arrijë të pamundurën, por sot do t'ju duhet të punoni shumë. Akrepi, do të ndjeni shumë presion sot nga njerëzit përreth jush, ndjeni nevojë për të arritur një nivel të caktuar performance me përsosmëri absolute. Pjesa më e madhe e këtij presioni në fakt vjen nga brenda, jo nga të tjerët. Jini të butë me veten. Shigjetari. Mendja ju e lëkundur nuk do të marrë shumë mbështetje nga të tjerët, kështu që mund ta kurseni energjinë tuaj duke u përpjekur të merrni këshilla nga njerëzit përreth jush. Është më mirë të bëni kërkimet tuaja në libra, revista dhe periodik, përgjigjet janë aty. Britsjapi. Je në një pozicion të mirë sot për të përfituar nga një situatë që po ju vjen në majë të hundës. Njerëzit kanë nevojë për drejtim dhe ti mund t'u japësh atyre. Personaliteti yt i natyrshëm për të marrë kontrollin është pikërisht ajo që nevojitet. Prandaj mos ki frikë të ngrihesh dhe të marrësh drejtimin. Ujori. Kryeni punët tuaja herët sot, zgjohuni 1 ose 2 orë më shumë se zakonisht dhe shfrytëzoni këtë kohë të çmuar. Do të jeni shumë më produktiv në këto orë të hershme të mëngjesit. Kur të vi pasditja, do të vi edhe përtatësia. Peshqit, do të stresoheni mjaft sot për shkak të presionit nga njerëzit përreth jush. Të tjerët po e kalojnë veten në një gjendje të furishme dhe kjo energji po ju transmetohet edhe juve. Përpiquni sa më shumë që të kuptoni gjërat e pakuptimta dhe të kaloni drejt e te faktet.